Selenica është një pasuri e gjallë nëntokësore që asfaltoi të gjitha rrugët e botës. Për minatorët puna në mënyrë ishte e vështirë, por dhe e bukur dhe me shumë të mira për ekonominë e atëhershme. Ata kujtojnë me nostalgji punën e tyre në minier, por thonë se sot janë ende të pavlerësuar aq sa duhet. Me keqardhje minatorët thonë se nuk kanë ngel asgjë se po zhduken. Shumë mirë për mua. Çfarë punë keni bërë? Unë do pa zi. Sa vjet? 21. Po sot si është miniera sot? Sot është bërë top. Pike parë që doli në parlament, statusin e minatorit nuk e aprovon këta. Kjo është fatkeqësi për këtë popull. Statusi i minatorit nuk e përdoret. Po, edhe u futën në parlament nuk e votuan këta të majtë. 74 kundra. E pjesa tjetër u votua, 74 deputet nuk e votuan. Ke punuar në minier? Punuar. Sa vite ke punuar? 21. Çfarë punë ke bërë në minier? Minator, vagonist. Ka qenë punë e vështirë? Shumë. Si e shikoni sot minierën? Miniera sot, si çfarë gjendje është? Sot miniera është katërvon. Gjendje Me keqe. Jeni vlerësuar sot që keni dalë në pension apo jo? Sa pension merrni? Po unë ka pasur kategoritë lartë marë, po shokët e mi marrin shumë pak. Unë kam qenë me kategoritë 4, bëja pusë e lartë, që apja atë, këmyri, sere. Unë kam 22 vjetë pune në minier, që kisha 22 vjetë, 11 vjetë e gjysëm, që atëre dile 55, duhet kishe 12 vjetë e gjysëm, po unë u dogja për një vit. Edhe më doli pensioni 160.000 lekë. Ordo tani ti me 160.000 lekë që mund të bësh, që tani janë ngritë çdo gjë. Çdo gjë. Po unë këtu nuk ka fare, çfarë dashu. Po në madi që mund të bësh një njeri këtu. Këtu minerën po henë të tjerë, po henë bota. Kote edhe këtë rrugë që na istruan se u shkatrua dhe një pusi qëndroj që mbare gjitha dhe punëtor. Tani shkatrua që bërë kështu. Ku i cuan gjitha të ekro, ja i kulla, gjitha e kulla. Ishin 8.000 banorë që aktivizoheshin dhe jetën e kishin të lidhur me minierën. Minatorët hedhin dhe idenë e ngritjes së një muzeu, ku të ishin aty edhe kulla e pusit qendror, treni, lokomotiva që ishin dhe resurse turistike. Shumë prej minatorëve që kanë punuar në minierën e bitiumit kanë sot ende në trup plagët dhe shenjat e minierës. Ata duhet të kenë më shumë vëmendje nga shteti, qeveria, përfshirë dhe statusin e minatorit si dhe pensionet më dinjitoze.